nga gjëra që më ka bërë përshtypje kohët e fundit, po është një gjë që është verifikuar në historinë e dekadave të fundit, ka të bëjë me faktin që qytetërimi perëndimor dhe vendet perëndimore, demokracitë liberale prodhojnë shumë armiq të vetvetes. Madje jo vetëm i prodhojnë, sepse për të prodhuar edhe regjimet e tjera jo demokratike, jo liberale, edhe ato prodhojnë sa të duash armiq të tyre, madje prodhojnë sa më shumë, vetëm se i shtypin, ndërsa demokracia i prodhon dhe i toleron. Kjo ndodh në emër të një vlere të caktuar, që për mua është një nga vlerat më të rëndësishme që përkufizon qytetërimin perëndimor. Madje është më e rëndësishmja, in assoluto. Dhe është liria e fjalës. Në Amerikë është amendamenti nr. 1 që shenjtërohet. Dhe në emër të kësaj vlere, tolerohet çdo njeri, çdo lloj mendimi që mund të ekzistojë, lidhur edhe me vetë demokracinë liberale, lidhur me vetë qytetërimin perëndimor. Ka njerëz në Amerikë fjalëvjen që mendojnë se Amerika është shtet terrorist dhe janë të lirë ta thonë këtë gjë. Ndërsa vendet e tjera, dhe këtu janë të avantazhuara, kur në rrethana e konfliktit të vendet e tjera që nuk janë demokratike, që nuk janë liberale, po janë diktatura, janë le të themi regjime satrapësh dhe despotike, në rrethanat e konfliktit, këto të dyta, këto të fundit, janë të favorizuara, sepse armiqtë e tyre, që me siguri ekzistojnë dhe janë të shumë, nuk kanë guxim të shfaqen të dalin. Ndërsa në qytetërimin perëndimor, jo vetëm kanë fuqi edhe mundësi, edhe guxim, sido që për guxim nuk është nevoja, por edhe kanë mundësinë të organizohen në grupe të tëra për të prodhuar, si thuash, brenda vetë qytetërimit perëndimor, forcave që këtë qytetërim nuk e duan, madje e urrejnë. Si bëhet? Nuk e di. Zgjidhja sigurisht nuk është që ne këtë që unë e quajta vlerë ta çbojmë, por zgjidhja nga ana tjetër do duhet të jetë, ose do duhet të jetë një zgjidhje e cila të bëjë të mundur që këto zëra të mos jenë aq të rrezikshëm dhe aq të dëmshëm sa që janë, sidomos në rrethana lufte. Me fjalë të tjera, unë mendoj që kjo vlerë duhet mbrojtur, por edhe dobësia që lind prej kësaj vlere, apo problemi që lind prej kësaj vlere duhet menaxhuar. E bëra gjithë hyrje sepse kam në mendje njerëz të caktuar, emra të caktuar, intelektual të njohur, ekspert të njohur, që janë dhe intelektual kalibri, janë dhe ekspert kalibri. Kam parasysh që nga Noam Chomsky, një nga mendjet më brillante të historisë njerëzimit. Kam parasysh Eduard Saidin, kam parasysh, le të vim të bota e sotme, John Mearsheimer, kam parasysh Jeffrey Sachs, janë ekspert kalibri. Kam parasysh intelektual të tjerë. Dhe njëri prej tyre është italian dhe quhet Alessandro Orsini. Ai përpara 2 ditësh, ai ka kohë që ka ca vite, ka një 2-3 vjet që është bërë i njohur, kanë përshtypjen që është bërë i njohur nga momenti që shpërtheu lufta midis Ukrainës dhe Rusisë. Më herët ka qenë figurë jo publike, është një sociolog dhe ka qëndrime të qarta në favor, le të themi, të palës tjetër, me të cilat qytetërimi perëndimor ka treguar që është në konflikt, no? Edhe kur flasin për luftën në Ukrainë, edhe kur flasin për ato që ndodh në lindjen e mesme. Dhe Orsini ka mbajtur një qendrim lidhur me paktin 20 pikësh, për cilin do të flas në pjesën e tretë të programit edhe me Patriotshipin. Ka mbajtur një qendrim të vetin lidhur me këtë plan. Edhe ka disa gjëra aty në ligjërimin e Orsinit që të bëjmë përshtypje, të paktën mua më kanë bërë përshtypje. Dhe unë do të ndalem, rast pas rasti, ndërkohë ju ftoj ta ndjekim. Conosci la mia tesi è che l'Italia è uno Stato satellite della Casa Bianca, uno Stato satellite si definisce come uno Stato la cui politica estera e di sicurezza è controllata interamente da una potenza straniera, quindi nel nostro caso, come sappiamo, la Casa Bianca controlla il 100% della politica estera dell'Italia e il 100% della politica di sicurezza dell'Italia. Tani në këtë pikë, Orsini thotë që politika e jashtme e Italisë dhe si thua, politika e sigurisë e Italisë kontrollohet 100% nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Italia është një shtet 100% satelit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani shifra 100% do kuptohet, Orsini e jep në bisedë e sipër, në muhabet e sipër, kështu që po e lëm me njërin, unë nuk po ja bëj për të madhe në këtë që po them.
Janë shifra që gjithë kujt i dalin në kur fletë, shifra që janë pa kontrolluara, për të theksuar një gjë më fort i fut një shifra që ta ka qefi, madje të dilet nga subkonscienca. Po mbetemi të fakti që të pretendimi i Orsinit që Italia është një vend satelit i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, Italia, ashtu si edhe vendet tjera të Europës, kanë një nivel varësie, një nivel të caktuar varësie nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky nuk është një fenomen i ri, nëse është kjo që Orsini quan, si thua, satelitizëm, atëherë ky është një fenomen i vjetër, nuk është shfaqur tani me Melonin, por Orsini nga zemërimi i madh dhe inati i madh që ka me Melonin, e thekson fort sidomos për kohët e sotme. Italia ka qenë po kaq vasale, për të përdorur termin e Orsinit, që mbas luftës së dytë botërore. Dhe jo vetëm Italia, të gjitha vendet e Europës, madje edhe vende që janë fuqi bërthamore, edhe Franca, edhe Britania e Madhe, edhe Gjermania po se po, po edhe vendet e tjera të Europës kanë qenë satelite të shteteve të bashkuara të Amerikës. Unë përmenda Franca dhe Britania e Madhe që janë shtete bërthamore, e prapë se prapë janë vende satelite të shtetet bashkuara të Amerikës, edhe me të drejtë, sepse niveli i varësisë, sido që ti je vend bërthamor, niveli i varësisë mbetet, ti je vend bërthamor dhe vend i rëndësishëm, edhe ti mund t'i bësh dëm kujdo, po kur vjen puna që ndodhesh përballë Rusisë apo përballë Kinës, që janë vende bërthamore edhe më të fuqishme, fuqia jote relativizohet dhe prandaj kur ke në krah apo kur je në ombrellën amerikane, ti ndihesh më mirë. Pra është një satelitizëm që bën kuptim, është një satelitizëm në emër të real politikës dhe nuk ka asgjë për të çuditur. Italianët, nëse do ishin gjithë si Orsini, mund merren edhe vendimin që të mbeteshin, le të themi, një fuqi kështu e pa angazhuar në stilin e Jugosllavisë së Titos, edhe mund ta bënin këtë gjë, sido që në botën e sotme është e pamundur që të mbetesh i pa angazhuar. Nëse do dilje nga ombrella amerikane, në mënyrë automatike do ndjeje nevojën për një ombrellë, sepse është bota shumë e pasigurt. Kështu që po dini nga kjo ombrellë, do shkojë te ombrella ruse ose te ombrella kineze. Unë nuk e di. Kjo është ajo që do Orsini? Vazhdojmë. Quindi noi sentiamo ripetere di continuo dai grandi media in Italia, opinionisti, politici e quant'altro, che il consenso dei palestinesi verso Hamas è crollato, che quindi, come dire, adesso i palestinesi finalmente hanno capito che l'Occidente è buono e che Hamas è cattivo, perché diciamo poi l'operazione culturale... Edhe këtu duhet ndalen pak, edhe këtu, sido që Orsini e vazhdon arshyetimin e tij edhe më pas, vjet re, kësa me thënë drejtën, unë e vëre midis rreshtave. Një lloj keqardhje e Orsinit për faktin që kuotat e Hamasit kanë rënë, që le themi kreditet e Hamasit kanë rënë në elektoratin e rripit të Gazës. Pra, kjo lloj keqardhje që Hamasi po dobësohet, që në fakt është akoma e pa provuar, janë disa sondazhe, disa nuk dhe perceptime apo disa pretendime që bëhen nga qarqe ndryshme të diplomacisë botërore perëndimore, po është një gjë e pa provuar, e pa mbështetur nga, le themi, sondazhe dhe anketime, por nëse do të ishte e vërtetë që forca e Hamasit mes palestinëve është dobësuar dhe unë mendoj që duhet dobësohet, ky do ishte një lajm shumë i mirë për palestinezët vetë në radhë parë. Sepse unë nuk e kuptoj pse Hamasi meriton të ketë sot mbështetjen e palestinezëve, ndërkohë që nisi një luftë me Izraelin, një luftë krejt e pamenduar, një luftë krejt e gabuar, që u shoqërua me viktima të Izraelit, e nisi këtë luftë e cila provokoi Izraelin, e provokoi deri në nivelin që Izraeli ka bërë ato që ka bërë, e çbëri fare rripin e Gazës, që duhet ndërtuar nga e para, dhe kur them nga e para, jo në mënyrë metaforike, por literalisht nga e para. Dhe tani Hamasi do të kërkojë përsëritje aty. Përse? Me çfarë arsye, me çfarë motivimi? Kështu që jo vetëm ke qartën se kuptoj, po unë do doja nga Orsini dhe nga njerëz që mendojnë si ai, që nëse u vjen keq për popullin palestinez, vetëm gjë që duhet, më e para gjë që duhet bëjnë është të luten për dobësimin e forcave të Hamasit, madje të kërkojnë zhbërjen e Hamasit, sepse dëmi më i madh që i ka bërë Hamasi ka qenë dëmi i bërë në kurrizin e
palestinezëve, jo të Izraelit. Vazhdojmë. Pubblica dietro c'è questo meccanismo, cioè l'idea di accreditare l'idea secondo cui finalmente i palestinesi hanno capito che gli Stati Uniti sono buoni, sono generosi, l'Occidente è buono e generoso e invece Hamas è brutto e cattivo. In realtà questi sondaggi, se tu non conosci la metodologia, fai subito a manipolare l'opinione pubblica in Italia, perché ti spiego che cosa, proprio con un esempio molto semplice. Le domande fondamentali non sono soltanto tu voteresti per Hamas, perché noi abbiamo dei palestinesi che dicono io non voterei più per Hamas, però io credo nella lotta armata, cioè io credo nel sangue e nelle armi contro Israele perché questo è l'unico modo di difendere la causa palestinese, perché Israele conosce soltanto il linguaggio della forza. Magari Do ndalën përsëri edhe këtu. Në radhë të parë, ideja një sondazhi me një pyetje të posaçme që do i shkonte pas mides Orsinit, do të ishte, jeni dakord, jeni kundër Hamasit, po jeni për luftë armatosur? Dhe këtë lloj, edhe le të supozohet që nëse do bëjë edhe këtë pyetje, sigurisht shumica e palestinezëve do të ishin për luftë armatosur. Edhe nuk e thot të gjë në mënyrë kritike, nuk është se bën një vëzhgim kritik, apo thot një gjë me nënkuptim kritik. Jo, e thot gati me shpresë, gati si një wishful thinking, që inshallah është kështu. Sepse Izraelit, sipas tij, mund të imponohesh vetëm me forcë. Kjo është broçkulla më e madhe, ky është nonsensi më i madh që mund të thotë njëri. Që ndonjë nga vendet arabe, apo Hamasi, apo edhe vendet tjera më të mëdha mund të imponojnë Izraelit me forcë. E kanë provuar që të imponojnë me forcë. Dhe të humbur kanë dalë vetëm arabët. E kanë provuar me luftën e 48-s. U bën bashkë, u bën një aleancë arabësh. U bë bashkë Egjipti, Siria, u bë Libani, u bë Jordania, pra një numër shtetesh. Dhe dolën të humbur. E kanë provuar në luftën e 67-s. E kanë provuar në 73-shin. E provuan tani. Dhe u morë vesh se kush ishte fituesi. Dhe nuk e marr vesh logjikën që Izraelit mund të imponohesh vetëm me forcë. E provoi dhe Irani. Dhe mjaftuan vetëm disa orë që avionet e Izraelit luftonin mbi Iran. Irani është një nga vendet më të fuqishme, ose të paktën mbahej se një nga vendet më të fuqishme në terma ushtarak. Pra, pretendimi që Izraeli mund të imponohesh me forcë është një mufkë kolosale. Vazhdoj. Oggi non voterei più per Hamas, e quindi tu registri un calo percentuale nei consensi negli ultimi 12 mesi, però io vorrei che che nascesse un'organizzazione più radicale di Hamas, perché secondo me Hamas non è abbastanza radicale, cioè dipende dalla metodologia che usi, dal tipo di domande che fai, oppure ci sono dei palestinesi che dicono sì, io non voterei per Hamas, però poi dopo se tu gli chiedi ma tu saresti per la dissoluzione di Israele, ti dicono di sì. Tani këto, edhe këtë lloj nën kuptimi, ai e bën në mënyrë jo kritike. Pra, gati le të nënkuptohet, unë po spekuloj që këtu, po kam përshtypjen që po lexoj mirë mendjen e Orsinit. Ai le të nënkuptohet, kupton që zgjidhja është radikalizimi i palestinezëve. Do ishte mirë që të gjithë palestinezët mendonin ashtu si ka menduar Hamasi për një kohë gjatë, apo si ka menduar edhe Yasser Arafati me organizatën e vet, që duhet të zhdukim Izraelin. Ndërkohë që është provuar që kjo lloj dëshire, kjo lloj ambicie, jo vetëm është e parealizueshme, po është në dëm të popullit palestinez. Ecim tutje. Ma la domanda è, ma i palestinesi che cosa pensano di Trump? I palestinesi pensano di Trump che Trump è un criminale, un assassino, un carnefice. Che cosa pensano i palestinesi? Ecco, ti faccio un altro esempio di manipolazione dell'opinione pubblica in Italia. Che cosa pensano i palestinesi di questo piano di pace? La rappresentazione collettiva oggi è i palestinesi sono contenti, lo appoggiano. Ma non è esattamente così. Perché i palestinesi, tutti i palestinesi con cui ho parlato, anche quello che dicono studiosi, intellettuali palestinesi, in estrema sintesi dicono che questo piano è un orrore assoluto, ma loro sono costretti ad accettarlo perché l'alternativa è stata descritta da Trump molto semplicemente, cioè lo sterminio dei palestinesi. Trump si è rivolto ai palestinesi e ha detto loro o voi accettate questo piano oppure io darò luce verde a Netanyahu per sterminarvi tutti. Këto është një gjë e pavërtetë. Trumpi nuk e ka thënë këtë gjë. Ndoshta Orsini ka qejf të lexojë midis rreshtave të deklaratës së Trumpit, edhe ndoshta është në drejtën e vet ta bëj këtë gjë.
Sepse ndoshta Trumpi midis rreshtave apo prapa rreshtave ka synuar pikërisht atë gjë. Por nëse Orsini thotë që Trumpi ka thënë, Trumpi nuk e ka thënë këtë gjë. Unë do e ftoja të gjithë të i kthejnë deklaratës Trumpit. Ai ishte drejtuar Hamasit dhe jo palestinezëve. I ka thënë Hamasit pra në qoftë se ti Hamas nuk do t'i dalësh për zot fakti që ka rënë dakord, sepse është rënë dakord, e ka thënë të gjitha vendet arabe që kanë qenë në Sharm el Sheikh. Trumpi ka thënë gjithashtu vetë, e ka thënë Turqia. Janë gjitha ato vende që kanë shkuar në Sharm el Sheikh pasi kanë marrë miratimin e Hamasit, sepse përndryshe pse do bëjë gjitha islamitë atje. Kjo është e vërteta. Ecim tutje. Qual è la narrazione dominante di uno Stato satellite? Bravo Trump, avete visto? Gli Stati Uniti a un certo punto, mossi a compassione, hanno fatto di tutto, hanno fatto 1000 incontri, 1000 riunioni per fermare il massacro, per arrivare al piano di pace. Questo è assolutamente falso, perché Trump ha prima aspettato che Gaza fosse completamente distrutta, e questo è quello che ha fatto anche Meloni, soltanto dopo essersi assicurato la distruzione completa di Gaza. Jo, kjo që thotë Orsini tani është pak tinësare. Pra, Orsini thotë që Trumpi priti derisa u shkatrua rripi Gazës, sepse ky ishte interesi i Trumpit, dhe nuk e dim pse ishte ky interesi i Trumpit, nuk dim si ta shpjegojmë, pse Trumpi kishte interes që shkatroi gjithë Gaza. Mirë, Orsini nuk e dim, ma thotë mendja që do bënte të njëjtin arsyetim edhe sigur ky plani 20 pikësh i Trumpit ishte shtruar për diskutim para një 6 muaj, kur ishte shkatruar le themi gjysmë e rripit Gazës. Edhe Orsini do thoshte e bëri me vonesë, sepse priti derisa të shkatrohej gjysmë e rripit Gazës dhe pastaj e bëri. Pra këto janë arsyetime që nuk kanë pikën e kuptimit. Ky plan 20 pikësh ka dalë tani sepse tani ishin rrethanat, u poqin rrethanat, për një plan të tillë. U bindën të gjithë aktorë për një plan të tillë. Përpara ndoshta 6 muaj apo një viti, Hamasi s'ka qenë dakord për një plan të tillë. Izraeli ndoshta s'ka qenë dakord për një plan të tillë. Pra do të piqen të gjithë rrethanat, do të bindën të gjithë aktorët që të bëhet kjo gjë, dhe prandaj është bërë. Ecim tutje? Perché Trump si è mosso soltanto adesso? Non soltanto perché Gaza è completamente distrutta e fondamentalmente il processo di pulizia etnica della Palestina è irreversibile, ma perché Trump ha subito una serie di rovesci che lo hanno spaventato moltissimo. In primo luogo gli accordi tra Arabia Saudita e Pakistan del 17 settembre 2025. Il 9 settembre 2025 Israele ha bombardato il Qatar, che stava organizzando i colloqui di pace tra Hamas e proprio dietro richiesta anche di Israele. L'Arabia Saudita, atterrita da questo bombardamento, il 17 settembre, quindi attenzione alle date, prima arriva il bombardamento del Qatar da parte di Israele, 9 settembre 2025, poi il 17 settembre 2025 l'Arabia Saudita firma un accordo che è uno schiaffo in faccia violentissimo agli Stati Uniti con il Pakistan, un accordo tipo articolo 5 della NATO, dove chi attacca l'Arabia Saudita è come se attaccasse il Pakistan e viceversa, perché l'Arabia Saudita si è andata a infilare sotto l'ombrello nucleare del Pakistan. Ora è questo un punto che ha spaventato Trump. Këtu më duke se jemi në fund, edhe kam i koment të vogël, sepse arsyetimi që bën Orsini nuk është pa gjë, edhe kronologjia që i bën është e saktë, edhe veprimi që bëri Arabia Saudite ishte dhe një lloj veprimi bërë në zemërim e sipër, edhe zemërimi kishte të bënte jo me Izraelin, por kishte të bënte me amerikanët. Por të thuash që Arabia Saudite është e gatshme të shkëmbej ombrellën amerikane me ombrellën pakistaneze, këtu mendoj që do të duhet shumë guxim. Edhe me sa duket Orsini këtë guxim e paska, ky guxim nuk i mungon. Kjo ishte ajo që unë doja të bëja në pjesën e parë të programit Arun Atistan, kisha veçuar edhe një herë për ata që sapo janë sinkronizuar me televizionin MCN, apo që u sinkronizuan pak me vonesë pasi unë kisha filluar. Unë sot komentova qëndrimin që i ka mbajtur, komentova her pas here, pra unë dala në qëndrimin që i ka mbajtur Alessandro Orsini, që është një intelektual publik italian, në qëndrimin që ky ka mbajtur lidhur me
plani 20 pikësh të Donald Trumpit, lidhur me situatën në lindjen e mesme. Mirë pra, kjo ishte monologu im, bashkë do shifim me njerë pas publicitetit me Redi Jupin.